Erdhemi në teatrin shqiptar këtu në Shkup, ku sot në fakt do të kemi një vizitë në teatr, do të jetë pak më ndryshe nga ajo se që kemi mësuar, siç vim për premiera të ndryshme, për shfaqje të ndryshme, por sot do ta shohim teatrin pak më thellë, do ta shohim pak më në brendësi, sepse do të bëjmë një vizitë, duke qenë se është dita botërore e teatrit. Teatri shqiptar gjithmonë i hap dyert për të gjithë ato të cilët duan ta shohin teatrin përtej skenës, pra edhe përtej se çfarë ndodh në prapaskenë. Ne sot do ta ndjekim të gjithë, sepse do të ketë edhe vizitë edhe nga disa fëmijë prej shkollave, kështu që do ta ndjekim krejt si aktivitet, do të bisedojmë edhe me disa prej fëmijëve të shohim përshtypjet të cilat ju kanë lënë, gjithashtu do të flasim edhe me punonjës të teatrit, gjithashtu me drejtorin e teatrit, por do t'i shohim edhe aktorët të cilët po i presin fëmijët këtu pikërisht për t'u treguar edhe eksperiencat e tyre dhe për t'i marrë pyetjet që do t'u ja bëjnë fëmijëve. Këto vajzat e vogla gjatë vizitës këtu interpretuan edhe një pjesë të shkurtër dhe tani do të pyes se si u ndjen. Vajza, më tregoni njëri emrat tuaja. Mirëdita, unë quhem Eliza Bushi. Unë quhem Arita Luta. Më tregoni një herë si u duket kjo vizita në teatr, si u duket teatri, keni qenë më herët në teatr apo? Po, më herët kemi qenë në teatrin e fëmijëve dhe kjo vizitë në teatr është shumë interesante. Edhe unë kam qenë te teatri i fëmijëve, kam shikuar një shfaqje. Unë ndjem shumë interes për aktrimin edhe shumë interesant këtu. Ju keni qenë me siguri në teatr, keni parë shfaqje dhe keni qenë në pjesën e publikut, por sot do t'i shihni edhe prapaskena se çfarë bëhet, domethënë edhe brenda teatrit. Si u duket krejt kjo pjesa edhe brenda, se si punohet, mësoni pak se si punohet. Kjo pjesa brenda më duket shumë jo realistike, sepse vetëm e kam parë në përshpina, po është shumë interesant. Shumë interesant, kurse kam ditë kështu se është. Po, si u ndjet në momentin që interpretuat edhe një pjesë, pra një pjesë të një drame apo një shfaqje të vogël, si u ndjet, kishit edhe publik apo? Po, kur e bëra atë si dramatizim, unë u ndjeva pak e frikuar, po pastaj u qela dhe më soba. U qetove? Po. Edhe unë kisha pak frik, por Eliza më ndihmoi më qetësu. Ishte shumë e bukur. A doni që e keni në plan ose le të themi si dëshirë, si ëndër për të bërë aktore? Po, në të ardhmen unë kam qef të jem një aktore shumë e suksesshme. Do të jemi shumë suksesshme. Edhe unë shumë të. Unë ju uroj shumë suksese, inshallah t'ju shohim edhe juve së shpejti në këto shfaqjet, le të themi në këtë skenën e teatrit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve. Edhe ti faleminderit shumë. Ka më trego prapaskenat të cilat ne nuk i shohim asnjëherë si publik. Ja, ne edhe sot e shohim teatrin në prapasken, po më trego për aktorët, ato emocione që ne asnjëherë nuk i shohim. Do me thënë, këtu në teatr, tash e kemi këtë teatrin e hapur, këto 2 ditë, dhe këtu për momentin jemi në garderobë. Këtu janë pjesërisht, në fakt janë të gjitha kostumet e teatrit shqiptar, të roleve të ndryshme dhe kostume plus që ka shfaqjet cilat tash aktualisht përgatiten. Kemi pjesën tjetër, edhe gjithë këto pjesë të teatrit janë pjesët ku ne kemi ose përgatitemi edhe emocionalisht me rolet tona, sidomos këtu kostumet që luajnë pjesën më të madhe dhe më të rëndësishme të secilit personazh që ne luajmë për shfaqje. Në cilin rol je sot? Sot jam në rolin të shfaqja e ADN-s, e cila do të luhet edhe nesër mbrëmë këtu në teatr, Jana.
por është një kostum që do me thëmë për pos meje ka veshur edhe Sabina Memishi, kolegja ime, e cila tash është në pushim të lindjes për atë shkak. E zavendësoj në shfaqjen e ADN-s, edhe është një shfaqje shumë e mirë, sidomos për moshën e re, një shfaqje plot energji, një shfaqje për të ri, edhe një shfaqje plot dinamika të ndryshme. Okej. Si e presin fëmijët, sepse ja po i shohin fëmijët dhe ju në fakt në teatr bëhet her pas here edhe kjo vizita me fëmijët. Si ju shohin edhe ju, sepse ishin shumë të emocionuar kur duheshte që t'i shohin aktorët? Fëmijët janë shumë të lumtur kur shohin aktorët nga afër, edhe është mirë kjo që ndodh, sepse fëmijët kur shohin dhe prekin nga afër aktorët, po edhe teatrin brenda, edhe teatrin në prapaskenë, disi lidhen më shumë me teatrin, edhe pastaj ata rriten vetëm në frymën e teatrit, që duhet vjen shumë normalisht tek fëmijët, sidomos që edhe kur të rriten të jenë një publik aktiv, mbase pse jo të bëjnë edhe aktor. Në fakt kishte disa fëmijë që thonë ne kemi ëndër të bëjmë aktor. Cili është mesazhi yt në ditën botërore të teatrit? Teatri është vendi ku ne aktorët, por edhe publiku gjejmë shumë mesazhe, po mbi të gjitha gjejmë një paqe shpirtërore, mendoj unë. Do më thënë publiku në shikimin edhe ne aktorët në pjesën që ne luajmë. Kështu që teatri mëson gjithçka, edhe teatri mendoj se është jetë ose një shkollë në vetë më saktë që bëj kështu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Veshur edhe një kostum. Si ndihesh në kostumin? A ndihesh si aktor apo ndihesh ashtu në rolin Si aktor. Po, si aktor. Si aktor. A të pëlqen teatri, më tregon një? Shumë. Ke qenë më herët në teatr? Po. I kam shikuar aktorët si kërcejnë dhe si bojnë rolet. Ke qenë me siguri në rolin e publikut, po sot jeni duke vizituar edhe prapaskenat e teatrit. Si po ju duken krejt kjo që e shihni që se keni parë më herët? Shumë mirë. Shumë. Po më intereson shumë. Shumë. Si shbohen skena, po tash i pash shumë interesante ishte. Me thonë se keni ditë që kështu bëjnë në këtë mënyrë? Po, se unë kam Cila pjesë ju pëlqeu më së shumti? dritat për mu. Për mu gjithë. Po aktorët tash do t'i shihni edhe aktorët sigurisht, e keni emocione për t'i parë edhe aktorët? Po, i kemi do pyetje për ato. Që do t'i parashtrojmë aktorëve. Okej, do t'ju ndjekim edhe atje te pjesa e aktorëve. Më thoni keni ëndër për të vazhduar me aktrimin, me regjin, pse jo? Unë po, plot. Shumë. Se është shumë interesant edhe Dhe tani që e pash si është të bëhesh aktor, shumë mirë. Ju pëlqeu më shumë tash? ë? Më tregon një emri. Barbemini. Bravo. Ke veshur edhe një kostum, si po ndihesh me këtë kostum? Ke hyrë pak në rolin e aktorëve të teatrit apo? E dua teatrin shumë, kom qenë disa herë me mamin. Bravo. E ke parë me siguri si publik, i ke parë shfaqet si publik, po tash e sheh krejt prapaskenat, pra se çfarë bëhet, si të duket? Shumë mirë. Cila pjesë të pëlqeu më së shumti? Kjo. Ke me veshjet. A preferon, dëshiron që të bëhesh aktor ndonjëherë? Po. Po, ke hëndra për aktor. Okej. A do vish të shoh edhe shfaqje tjera, shfaqje që do jenë në teatr, tashmë do i shohish pak më ndryshe, do e dish se çfarë bëhet në prapaskena, po? Po. Cila ka qenë një shfaqje që të ka pëlqyer më së shumti që e ke parë? Velbra dhe Lejleku. Velbra dhe Lejleku? Okej, një shfaqje që e ke parë ku në teatr? Po. Te ky teatri këtu ke qenë? Te ky teatri shqip? Po, kom qenë 2-3 herë. Faleminderit shumë. Ska përse. Aty të
gjithë kolegat tanë, të cilët janë të zyra e drejtësisë, merren me çështjet administrative të teatrit. Nuk jemi shumë në numër, mirë po jemi pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e teatrit. Do me thënë, teatri nuk ka vetëm skenën, po ka, si që shifni, një pjesë shumë të gjerë të punonjësve që punojnë për të dalë një shfaqje e mirë. Prandaj, publiku është shumë i rëndësishëm, se ne ekzistojmë për publikun, prandaj është shumë i rëndësishëm që të vihet na vizitohet, na shohin në shfaqje. Hajde vazhdojmë. Finansave, edhe kolegët që punojnë në finansa. Si gjinde një kur arën në tekst? Si gjinde? Kur arën tekstin, vazhdojmë edhe folim diçka tjetër në ato momente, sepse tash, publiku kur nuk e di se çka kemi me thonë ne, edhe ne kemi atë besimin që mos me na drejt publiku se ne kemi gabu apo e kemi harru. Do më thonë tekstin e shfaqës, gjatë e shfaqës? Mu më do të shumë radhë, se kam shumë memorie të fortë fotografike, i majnë men tekstet mirë, qysh edhe kërë më konë si jo dhe poezit e kom pas shumë letë me i mësu, mira man, do njëherë ka ndodhë. Sa herë duhet të mësoni karakteristikat e shfaqjes? Na mojmë prova diku 2 muaj, 3 muaj, varet prej shfaqjes sa gjatë. Edhe gjatë asaj periudhe kohore ne mësojmë gjitha karakteristikat e atij personazhi, karakterin e tij, tekstin që ka me folë, vizjet që kemi me i bo, do me thonë gjatë periudhës që bëjmë prova çdo ditë në teatr. Si është një ditë e zakonshme për ju? Një ditë e zakonshme. Unë që më ngjes, me ardhë në prova, me shku me gjiru bashkallajtjen, e kështu. Kur keni filluar të luani në teatr? Sa kohë ju nevojitën që të jeni të përgatitur për ndonjë shfaqje? 3 muaj, 4, 2 muaj, varet këtë shfaqje gjatë shfaqje. Hajde të shkojmë edhe atje. Është vështirë me bo skenë? Vështirë është, shumë vështirë është. E keni haruar ndonjëherën tekstin në skenë? Ka ndonë ndonjëherë, por rrallë. Sa kohë nevojitën që ju të jeni të përgatitur për ndonjë shfaqje? Varet prej regjisorit edhe punës se ka me zgjatë. Ka shfaqje që zgjatë 1 muaj e gjysmë, 2 muaj, deri në shfaqje më të vështira 3 muaj. Frikë kur keni dalë në skenë? Frikë gjithmonë. Në çdo shfaqje, në çdo reprizë. Ani pse nuk dukemi, po kur fillojmë edhe ne dridhemi. Kur keni filluar të luani në teatr? Fillimisht kemi fillu prej shkollave, ne kemi pas shfaqjen në shkollave të mesme, uroj që ta keni fapin një prej shkollave fillore me prek teatrin, me pas shfaqje për shkollën edhe me u taku me këtë profesion. Ta që zoti nesër është profesionist, ata që du. Nëse kemi harru, apo? Ka lidhje prova generale me shfaqjen? A janë të njëjta apo kanë të lidhje? Prova generali duhet, do me thonë njëtë, me të njëtën emocioni më. Jo, prova generali është tamam sikur jemi të lytë para publikës në një shfaqjen që na plet nesër. Është ngjashme me premierën. Do të thonë në provën generale ne japim gjitha emocionet, gjithë forcën që e kemi, njësoj sikur në premierë. Për pyetje shtesë pyetje babë. Ku e keni marrë të bëni atë? Kur kam qenë moshën 13 vjeçare, familja më kanë sjellë në teatr, i kam dash shumë aktor, shfaqjet që kanë ngritur në ato. Jam mundu me i kuptu e pastaj me ja tregu familjarëve që unë i kom kuptu skenën e ata ma kanë blej biletën e ardhshme dhe kështu kom vazhdu më me qajtë.
Pse je bu aktor teatri? Se ke zgjedhë të bësh aktor teatri? Unë kam zgjedhë bëjmë aktore sepse kur kam qenë si mosha juaj, për patronatën e shkollës kam luajtur rol kryesor edhe më kanë thonë mësuesit që ti vetëm se aktore, s'mund të bësh asgjë tjetër. A vite jeni bë aktor? Unë po foli për vete tash pej 2021 e kom kryu Akademinë e Arteve dhe jemi punësu këtu, që 4 vjetë jemi aktor, unë, mentore, Sara, jemi aktor rezident teatri shqiptar Shkup. Këto t'jetë shumë herët, Linda shumë herët. Ylda është me reja e teatrit. Nëse... Po. Roli ju e më vështirë? Se cili rol e ka vështirësinë e vetë, po ne mundohemi me bashkëpunim me regjizorin, me kolegë, që me bo më të mirën të mundshme. Nëse keni haru në herë tekstin, që shini gjingë aty? Po gjithmonë mundohemi me... është sufleri, jo. Sufleri, është është sufleri. është sufleri edhe mundohemi me nëndzirë për situatës kolegë. Është një përshpëritse që arrin baskene me tekstin, momentin që këta e harrojnë, mua kujtojnë. Po nuk vlim për neve, janë një aktorë se s'kështë ato. A i zhidni role si pas karakterit tuaj, apo si pas skenarit? Ato e vendosë regjizori. Edhe shumë herë, asë gjë nuk ka të bëjë, do me thonë, karakteri që ne e luaj me karakterin tonë si njerëz njëtë në përdetshme. A janë rolet pozitive apo negative? Gjitha robi të universitet. I ka të pyetje të mëdhaja. Kemi edhe role negative edhe pozitive. Do me thonë varet se si na bje me e lujt. Ndonjë e lujmë negative, ndonjë e lujmë pozitive. Me rëndësi... Mi po mirë. Unë e kjo pysë juve ta është qka? Një pyetje. A e keni vështirë të gjeni çfarë roli luan Lerinda Lishta me këtë së? Polic. Manager. Po, Linda? A kam rebresha me pantone? Ka? është tash shekulli 21. Valerin. Këto dhe i boti. Juka? Si qka e duke? Bravo. Të lishente. Jo, vajza ka një pyetje për atë gjatë i burit atje. Siguri. Swat. Po. Komedia për tragedia është një djaftë. Kur ka qenë shfaqja juve kaluar? E fundit, po. Jo, kemi lujtë... Atje kemi pas reprizë në teatr. A shfaqja e fundit që është realizu ka diku të 3 muaj. A ju pëlqen më shumë teatri a filma? Teatr. Të dyjat. A ty pëse dhone diçka tash juve? Po! Jo, a ka dikush për juve që dëshiron me u bo aktorës, aktore? Sa shumë kolegë pas kemi! Çka keme të pyet? Hajde bëne pyetjen tash se ta ndalem. Çfarë bëni kur vraheni gjatë skenës? Kërkojmë pauzë. Sara ka bërë një gjithmonë të rafë të rekordi. Nëse ndodh që vrohemi gjatë shfaqjes, nuk ka detëm. Nëse ndodh që vrohemi gjatë shfaqjes, që kemi me publik, atëherë s'kemi çka me bo, veç përbijemi edhe vazhdojmë të qojmë basë. A ju ka ndodhur ndonjëherë që keni harruar tekstin gjatë të shfaqjes? Ndodhë, shumë herë, po partneri mirë, do më thonë nëzirë partnerin tjetër. Nuk është vetëm njërë prej aktorëve me di tekstin, e mësojmë tekstin e gjithë kolegëve, kështu që në rast që ka problem, i ndihmon me batutën që e ka ajo dhe nëzirëm e prej situatës. Cila ka qenë shfaqja juve preferuar? Shfaqja e parë, kur jam punësu në teatr, shfaqja e parë ka qenë roli që është i preferuar. Kush ju ka inspiruar të bëni aktor? Po i njëti emocion me thonë. Unë s'kam gani, s'kam
Kom ditë prej shumë e vogël, jam kanë kur e kom ditë veten që kom u bë aktore dhe kom vazhdu asaj ëndre nuk jam dorëzu kur. Kështu që edhe ju nuk duheni kur me u dorëzu prej ëndrave t'juja dhe prej asaj që ju dëshironi nesër me u bë. Keni qenë në shkollë të aktorët, a keni qenë më të mirë të shkollës ose të klasës? Një orë gjyq, Gjithë aktorët janë të mirë. Po normal, ne që kemi mësuar më shumë, jemi kanë pak më të dalluarit. Si mundeni me hekën panikun dhe stresin gjatë shfaqjes? Ndonjëherë do të kemi edhe shumë stres, se kemi një personazh shumë të vështirë, ka shumë publik, po kur ti e do shumë këtë profesion, edhe kur ti e bën shumë me qef, pastaj emocioni është thjesht se ti me zi pret me dal para publikut. Edhe punën është si ti në skenë vetë. E harron. E harron emocionin se mirë është me punën, me personazhin, me tekstin. A po bojna një foto që tash? Atëherë Anita, në ditën botërore të teatrit, çfarë do na thuash? Çfarë t'ju them? Të ftoj publikun të vi sa më shumë në teatr, që të ushqej shpirtin e vet, edhe të na jape edhe ne mirënjohje për punën që bëjmë gjatë tër vitit edhe aktorët në veçanti gjatë tër karrierës së tyre. Edhe sigurisht kjo është një mesazh edhe për publikun që të vi sa më shpesh të vizitoj. I shohim fëmijët sot, domethënë e vizituan, ishin shumë të kënaqur, e the edhe vetë tiparës që me kalimin e kohës rriteshin gishtat që deshin të bëjnë aktor, domethënë kur thoshin që duan të bëjnë aktor. Si ishte ndjesia edhe për ju si pjesë e teatrit për tipar këtë gëzimin e fëmijëve? Tash për mua kjo është reprizë, sepse kemi bërë disa herë një ngjarje të ngjajshme si kjo, gjithmonë fëmijët janë gjenerata të reja, dhe nga viti në vit befasojnë pyetjet e tyre dhe njohuria e tyre për teatrin. Gjëja më e bukur nga gjithë kjo, besoj që është një grimcë dashurie për teatrin që do mbjellim te ata, edhe pavarë parasysh a vërtet do bëjnë ato aktora jo, mjafton të jenë publik i teatrit. Si ka ndryshuar, sipas teje, si ka ndryshuar teatri ndër vite në vendin tonë? Flasim për teatrin tonë. Si ka ndryshuar? Unë jam pjesë e teatrit, po nuk flas me kompetencë artistike për teatrin. Besoj që ka të tjerë të cilët bile do t'in kur ajoja qikove të fundit janë pak më të heshtur, po flas për kritikën e teatrit, që edhe ne të tjerë që nuk jemi tamam të sferës të mësojmë diçka nga ata. Çfarë mund të them? Unë mund të flas në aspektin e publikut të teatrit, si ka ndryshuar, në aspektin e financave që janë nga viti në vit më të pakta për teatrin, ndërkohë që dëshira e ansamblit, jo vetëm tonit e teatrove tjera, është edhe mundësit për të udhëtuar, janë shumë më të mëdha në festivale evropiane. Kjo është ajo pjesa për cilën mund të them që kemi regres në njërën anë, po na shtohen mundësit teknologjike, për shembull në teatrin ton, ndërsa ato financiare nuk mundsojnë shfrytëzimin e të gjithë potencialit që kemi ne, si teknologji dhe në veçanti si kast aktorësh. Po edhe një mesazh atëherë na jep për politikanët me këtë rast. Politikanët, ribalansi i buxhetit kur do të bëhet, kurdo që ta bëjnë qershor, shtator, le të mendojnë pak përsëri për kulturën, pak më shumë për kulturën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Atëherë Sara më trego si ishte ndjesia me fëmijët kur u prezantuat përpara fëmijëve, kishte edhe shumë pyetje në fakt, nuk e prisja të ketë shumë pyetje si u ndjeve. Shumë mirë, domethënë gjithmonë para fëmijëve është ndjesia më e mirë që mundem me marr. Emocionet më të mëdha e marr para tyre se ata janë të sinqertë, edhe pyetjet e tyre janë sinqerta dhe dashuria që ta japin është poshtë e sinqertë shumë. Cila është një gjë që publiku nuk e sheh, sepse e bën besoj edhe disa prej fëmijëve si pyetje, po për ta parë edhe publiku më gjerë, një emocion le të themi ose ato prapa skena që ne kurrë nuk arrim të shohim në skenë. Normal, ato emocionat e tonë që janë para se të fillon premiera ose para se të fillon repriza. Kemi një 2 minuta që na kap një farë lloj emocioni, por pastaj kur dalim në skenë gjithçka hiqet, harrohet, sepse jemi të përjetu personazhin. Cili është një mesazh yti për ditën botërore të teatrit? Cili është një mesazh yti për ditën botërore të teatrit? Hajdeni në teatr. Kalofshim. Këtë doshta me thonë, faleminderit, ja e tha. E thanë kolegët e mi, po sa ma shumë ardhë me vizitu teatrin, sidomos fëmijët, sepse teatri është shkollë më vete. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.
VIP. Okej, jemi me VIP-at këtu, me VIP-at, me aktorët e teatrit. Më thoni pak si u ndjet me pyetjet e fëmijëve, me këtë vizitë që fëmijët e bën, sa e rëndësishme është që këto fëmijë të vinë të shohin edhe prapaskenat e teatrit, po edhe ta vizitojnë sigurisht teatrin. Ishte kënaqësi dhe gjithmonë edhe më herët kur kom punu shfaqje për fëmijë është një ndjesi më e veçantë edhe t'japin dashni pa kushte. Edhe është një energji që t'a japin fëmijës s'ta jep kërkush. Se fëmijët me të vërtet janë sinqert, nuk dinë gënjejnë. Edhe pyetjet ata ta thojnë sy, ju pëlqen, s'ju pëlqen ta thojnë sy. Jo se ne i mirë kon. Asishin. E thanë kolegë, do më thonë fëmijët shifët për emocionin në sytë e ty, që të dojnë pa kushte që thanë. Edhe kjo të banë mundje mirë, me të është zanatin që e ke, që kjo është e mira zanatit. Kishte shumë fëmijë të cilët dëshironin që të bëjnë aktor, cili do të ishte një, le të themi, një mesazh ose një këshill më saktë që do t'ia jepnit atyre fëmijëve. Po tu bazu prej vetës, mënyra se qysh ka marrë deri te aktrimi, mendoj që mesazhi duhet të jetë më shumë për prindrit, që ata duhet të çojnë në teatr, duke filluar prej teatrit fëmijëve, pastaj në teatrin shqiptar këtu ku jemi me shfaqje për më të mëdhenj. Kështu që ata nëse kanë diçka brenda vetes, do të ninë dëshira dhe dashuria ndaj këtij profesioni. Edhe duhet patjetër që nëse dojnë këtë punë, duhet me punu në atë drejtim. Talenti pa punë mbetet vetëm talent. Patjetër duhet nëse do me mu përkushtu edhe me punu shumë në drejtim. Duhet të ushqejë talenti, patjetër. Një mesazh të fundit për ditën botërore të teatrit. Për cilën e teatrin, hajdeni në teatr. Janë në teatr. Besoj që ja vlen, jemi ndoshta duke u krahasu prej Shkupit, Prishtinës edhe Tiranës, jemi si teatr me ma pak interesim, edhe kjo është për keqardhje. Shfaqjet mundohemi, domethënë, në afat kohë deri në 3 muaj ditë një ansambël me 20 vetë për të bërë shfaqje sa më të mira, me regjisorë sa më të mira dhe duhet të ketë një feedback publikut në kuptimin prandaj duhet të çojnë fëmijët në teatr që jo kur triten me pas kompleks me një teatr. Shumë një mesazh shumë i mirë edhe ky për fund, atëherë që mos ju vnoj edhe shumë. Për çfarë po përgatiteni këto kohë? Keni përgatiteni për diçka të re, do sillni diçka të re, do jeni pjesë e diçka të re? Për momentin jemi me reprizat, jemi me shfaqjen Rinocerontit, do të udhtojmë pas nesër, po, me datë 27 shkojmë në Sofje, në teatrin Ivan Vazov do të luajmë me datë 28 shfaqjen, pastaj kthehemi edhe besoj me projektet e reja që të ndërtojmë. Okej, ju uroj shumë suksese, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi. Si është të punosh marketing në një teatr? Në përgjithësi, marketingu është pjesë edhe kreative, po pjesë që do shumë punë dhe angazhim. Në teatr është kënaqësi e veçantë sepse je në komunikim të vazhdueshëm me aktorët, me regjisorët edhe me gjithë punonësit e teatrit dhe sidomos satisfaksioni është shumë i madh kur e shef publikun të kënaqur edhe sallën plot. Shumë e vërtet, në fakt sot kishte plot fëmijët ishin shumë të entuziazmuar, bënin edhe pyetje, domethënë ishte një organizim shumë i bukur, e pan krejt prapaskenat i pan të teatrit. Sa është i rëndësishëm edhe në këto organizime edhe marketingu i teatrit? Patjetër, të gjithë neve jemi të kyçur në krejt këtë proces që quhet si përfundim që është shfaqje, por sot është ditë e veçantë jo vetëm për shkak të datës që është dita e teatrit, që shënohet dita ndërkombëtare e teatrit, por sidomos për vizitorët e vegjël, të cilët janë shumë të rëndësishëm kur kanë kontaktin e parë me teatrin edhe me gjitha fshehtësitë dhe prapaskenat çfarë ndodh në shfaqje. Dhe ndoshta themi kjo do jetë shkas që dikush nga ato fëmijë do të jetë iniciativë dhe shkas që ato fëmijë dikush të jetë dhe të zgjedh profesion diçka si punonjës në teatr. Shumë e vërtet në fakt sepse i pam që nga jo dashuria e madhe që e pëlqenin, thonin dhe unë dua të bëjmë aktore dhe unë dua të bëjmë aktore. Sa rëndësishme është që të dihet sepse edhe teksa flisnje me fëmijët e dëgjova që the është shumë e rëndësishme që të dihet edhe pjesa tjetër, pra shpesh fëmijët ose të tjerët mund të mendojnë që teatri janë aktorët, janë ato të cilët punojnë në skenë, por që në fakt është një staf i tërë, administrata, marketingu në këtë rast, sa është e rëndësishme që të dihet edhe kjo pjesë dhe puna që bëhet. Është e rëndësishme sepse produkti final është shfaqja në këtë rast, por më
prapa asaj shfaqje ka një mëri njerëzish të cilët punojnë me shumë mund. Dhe është bukur kur i njihet puna çdo njerit prej atyne, edhe kur publiku në këtë rast fëmijët e vegjël e shohin se sa njerëz janë të kyçur në krejt atë punë. Prandaj vjen nga aty, pastaj vjen edhe vlerësimi më i madh edhe për teatrin, edhe për skenën, edhe për çdo punë, edhe çdo mund të çdo djers që hedhet aty. Sigurisht aktori është ai i fundit që jep kënaqësinë të gjithë neve, por asnjëherë nuk është vetëm. Është mbrapa çdo aktori është një ekip shumë e madhe e punonësve. Shumë vërtet, faleminderit. Faleminderit juve që ishit sot. Të drejtosh një teatr, sa është e vështirë, cilat janë vështirësitë më të mëdha? Është shumë e vështirë, pasi që ke të bësh me një institucion i cili kërkon përgjegjësi, saktësi, ka një numër të madh të njerëzve të cilët kujdesen për këtë institucion, punojnë në të, dhe përgjegjësitë janë të mëdha, por që unë kam pranuar me pozitivitet dhe më jep një energji shumë pozitive që edhe mbështetja e njerëzve përreth që të bëjmë punën tonë sa më mirë që mundemi. Ti edhe aktor, sigurisht prej vitesh të mungon skena? Po më mungon, tani për tani nuk kam kohë dhe pse kisha oferta që të nxitem skena edhe nga vetë aktorët, kolegët. Mirë po, tani për tani jam duke u munduar që të menaxhoj problemet me cilën të ballafaqohemi, që të rregullojmë pak a shumë dhe mandej të luajmë më rehat në skenë, në shfaqjet, në projekte të ardhshme. Cilat janë sfidat me të cilat përballet një teatr, jo vetëm ky teatr, por në përgjithësi një teatr në vendin tonë sot? Sfidat më të mëdha janë normalisht ato sfidat, nevojat materiale, buxheti për cilën neve luftojmë për çdo vit, të kemi buxhet sa më të mirë të siguruar nga ministria, pasi që ne jemi të varur nga ministria dhe presim gjithmonë buxhetin dhe jo gjithmonë janë buxhetet ashtu siç i dëshirojmë. Nga buxhetin varen se sa shfaqje, sa projekte do të bëhen, festivali, a do të, për shembull se kemi edhe festivalin Mojsiu, a do të realizohet, si do të realizohet. Kështu që gjithmonë kjo është një nga sfidat më të mëdha që neve apo problemet më të mëdha që neve ballafaqohemi. Sfidë tjetër është që të sjellim publikun në teatr, të rikthejmë publikun aty ku e ka vendin, të rikthejmë publikun me shfaqjet cilët aty ju pëlqejnë dhe ta mbushim sallën dhe t'i kënaqim publikun. Këto janë sfidat më të mëdha me të cilat neve edhe problemet me të cilat neve do të mundohemi që sadopak të punojmë më shumë. Sa ka ndryshuar teatri në vendin tonë në krahasim me vitet më herët, po edhe publiku në këtë rast? A mendon që janë edukuar pak më tepër apo kemi bërë regres mbase në këtë? Ndoshta në përcjelljet e shfaqjeve kemi pak regres. Ndoshta nuk është faji vetëm tek publiku, ndoshta është faji edhe tek neve. Normalisht që teatri është zhvilluar më shumë, pasi që këtë ka mundësuar edhe zhvillimi teknologjik, mundësi teknike. Mirë po, interesi sikur ka rënë, ndoshta është edhe ky zhvillim tekniko-teknologjik që ndodh në vitet e fundit në botë dhe njerëzit sikur kanë humbur durimin të qëndrojnë në një shfaqje pak më të gjatë apo sikur i dojnë gjitha sendet i përdorin sikur atë fast foodin dhe i dojnë shumë sendet që janë të shpejta dhe të lira, të lehta për t'i konsumuar. Ndoshta duhet, një rastësisht sot në këtë ditë të hapuna të teatrit, neve kemi filluar prej me të vegjëlve që s'parët fillon edukimi prej aty, t'i sjellim në teatr, t'ju shpjegojmë se çka është teatri, t'i edukojmë, jo vetëm fëmijët, por edhe mësimdhënësit, edhe intelektualët të gjithë, sepse edhe ata na mungojnë në kohëve të fundit në teatr, që të vinë në teatr sa më shpesh dhe normalisht edhe neve të ngrisim nivelin ato shfaqjet cilët i pëlqen apo ato tekste cilët i pëlqen publiku, neve t'i ofrojmë me regjisor, me aktor, cilët i pëlqejnë që t'jemi edhe ne të ofrojmë ato që dëshirojnë të edhe të konsumojnë.
Me vërtet, sot dhe më thënë kishte edhe një vizit nga fëmijët e shkollave, të cilët me të vërtet ishin shumë të mahnitur me pjesën me prapaskenat, me këto gjërat. Si e shihni edhe ju interesimin e të rinjve në përgjithësi, edhe për të ardhur në teatr, por edhe ja, këto fëmijët, për shembull si e pat sot që fëmijët kishin qejf që t'i shohin gjërat, t'i takojnë aktorët dhe shumë prej fëmijëve në fakt thanë që tash që e pam teatrin edhe ne duam të bëjmë aktor. Po, kjo është ajo që neve duhet pak të punojmë edhe në për familjet tona dhe në për shtëpit përveç në për shkollat edukative ku duhet të mësojnë fëmijët që të ndjekin teatr, sepse në fundja në për shkolla edhe kanë të domosdoshme, sa e di unë që të përcjellin edhe teatr, spaku 2 herë në vit të shohin shfaqje. Mendoj që kjo është një mënyrë e mirë për t'i hapur dyert. Unë qysh ditën e parë kur kam ardhur këtu të menaxhoj teatrin, kam thënë që dyert do t'jenë të hapur për të gjithë. Unë pa marrë parasysh moshës, gjinis, kuedi quhës. Ne do t'i japim për të gjithë dyert dhe do të mundsojmë të gjithë ata që duan të bëjnë teatr, qofshin amator, qofshin profesionist, ne do t'jemi këtu t'ju ndihmojmë. Cili është një mesazh i fundit në këtë ditë botërore të teatrit? Po në këtë ditë botërore të teatrit unë vetëm do t'i kisha ftuar të gjithë që sa më shpesh të përcjellin teatrin, të vinë në teatr dhe të shohin shfaqje sa më shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju shumë.